Ka mëkate që shkatrojnë jetën në çast, në moment. Por ka dhe mëkate të tjera të cilat e shkatrojnë jetën në mënyrë graduale, duke gërryer, duke shkaktuar një erozion të ngadalt tek ndërgjegja personale, tek karakteri, më pas tek familja, sepse mëkati i etërve kalon tek bijt nëpërmjet tabelës të shumëzimit, tek vështrimi, tek shikimi shpirtëror. Mëkati sjell jo dritë, sjell errësirë, pra sjell verbëri shpirtërore. Aftësinë për të ndjerë praninë e Zotit e pezullon. Ti nuk e ndjen më praninë e Zotit sepse marrëdhënia jote me Zotin thyet si rrjedhoje mëkatit që ti ke toleruar në jetën tënde. Pra njeriu nuk bëhet i verbër me një herë. Shumë besimtar mund të thonë në një moment caktuar, nuk ndodhi në gjë. Mëkatova, ishte e frikshme, ishte e rëndë, shkelja ndaj fjalës së Zotit, por nuk pash në i pasojë në jetën time. Dhe si rrjedhoje këtij hiri që Zoti në na jep, sepse ai vjen të mbetet një atë i cili na do. Jo pak besimtar nisin nga kjo premisë mos gjykimit me njerëzën për mëkatin që kanë bërë, nisin ta justifikojnë mëkatin, jo ta rrëfejnë, jo të pendohen. Më pas e relativizojnë mëkatin. Fillojnë dhe thonë, është diçka subjektive, ajo që është mëkat për ty, nuk është mëkat për mua, nuk ka më të vërteta absolute. Dhe në mënyrë krejt graduale lëvizim nga themeli i së vërtetës.